kudo që t'jeni, edhe ata që janë pushtetarë, edhe ata që janë të pasur, edhe ata që janë dietarë, edhe ata që janë autoritativ, fytyra publike që pju thuhet, le ta din kudo që t'jenë se ka me ardhë momenti, edhe ja arrin vdekja dhe meleku i vdekjes ka me ja marrë shpirtin. Dhe Allahu te bareke ve taala thot: "Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin mushayyada." Kudo që të jeni, do t'ju arrin vdekja, qofshit edhe në ato pallatet e fortifikuara, ato kështjellat e larta të fortifikuara që janë, edhe në ato nëse jeni, aty ka me të arrit vdekja, edhe ka me të marrë shpirti. Dhe këto po e shohim edhe me pushtetarë të cilët përzgjedhin ekipet më të mira për përkujdesin e tyre dhe të familjarëve të tyre kur janë smur. Krejt ekipet mjekësore mi kokë po ju rrin, aparatura bashkëkohore me leku bja u merr shpirtin edhe s'po mëret kërkush me ndal. Edhe alhamdulillah që është ky ligj i Zotit, do të më falenderoj Zotin edhe për këtë, se të mos kishte qenë kështu, pushtetarët të pasurit këta e kishin ble me pare, me pushtet e kishin marrë jetën e ishin vdek, na edhe ata veç kishin vetë gjithmonë. Po kështu që alhamdulillah Allahu Teala e ka bo atë përcaktimin e vetë hyjnor edhe se pyeta s'kan.